Del në treg, kur del në shesh, do të më pshil një veshë në sy, që mos më nisë. Verë syza, edimit, kapuça, shalla, dorza edhe çka patjetër. Është Ardiani në shesh të Prishtinës. Ardiani është figurë e njohur për gjithë ne, kështu që e përshëndesim Ardianin. Punoj këtë punë që 25 vite, shiqin e Prishtinës, jam i kënaqur se Allah e Gjeleshanu ma ka jep shëndetin, ma ka jep trunin që më punu halal. Vetëm verës jam, ashtë ku ama nëzep, ashtë vjen diaspora, ka diaspora ma shumë, dinmit vallajnë ka uftofte shumë shtirë mja dojnë. Tu kushtojnë 2 euro, po më të lirës. Ka dorza, kjo 5 euro. Këtë kapuqat janë 5 euro. Dorza për meshë për për femra, po. Këtë ka 5 euro janë. Ata që nuk kanë, janë mirësavën, e bile mos ngushtohen. E kanë atër, unë pasonin nuk e marrë me veti. Këtë pasoni ka milan. Sa kunisht pej orës vajt, dhe i kanë ora 7 më ramje. Veç me peqësojnë e mbjetoj. Po, ashtë shumë interesant me komunën tonë. Shumë herë kom trokit në dyrë tynëv, ju kom thonë, sa këta ma një vend, kom me shqit, se inspektorati nuk ka sa ata e lypin lejet punës. Për fatkeqën e gjithë jam kundër tynëve që punoj. Në njëri që punon diasporë, në Zvicra, në Austri, ose në Gjermani, që ka nevojë për punëtor, unë jam i gatshëm për më punu, inshallah. Tek nuk kisha kalon vendin, po as probleme që kanë ardhur finansat nuk mund të më dalë. Vallahi që të erdhi të ditën. Hale jo, vallahi unë jam kërkim, po për fatkeq që tash gjënia femërore po këshirin shumë sanet ekonomike, po këshirin për fatkeq. Po falëndrimit e kanë Zotit pesë kohë. Alhamdulillah për Allahut.